Takimi që ndryshoi gjithçka. Arbeni nuk e kishte menduar kurrë se jeta do ta çonte kaq larg vendlindjes. I rritur në një fshat pranë Elbasanit, me mendësi tradicionale dhe familje konservatore, ai ishte mësuar të mendonte se martesa duhet të ishte e thjeshtë. Një vajzë shqiptare, një dasmë e madhe dhe një shtëpi pranë prindërve. Por jeta rrallë ecën sipas planeve që bëjmë në rini. Në moshën 38 vjeçare, pas 2 fejesave të dështuara dhe viteve të gjata emigrimi në Itali, Arbeni ndjente një zbrazti që nuk e mbushnin as puna, as parat. Punonte në ndërtim, jetonte vetëm në një apartament të vogël dhe çdo mbrëmje i duke e njëjtë. Telefoni i binte rrallë, përveç nënës që i kujtonte se koha po ikën. Një ditë, në një qendër ndihme për emigrantët, ku Arbeni shkonte për të përkthyer për bashkëdetar të tjerë, e pa për herë të parë Aishën. Ajo ishte ndryshe nga çdo grua që kishte parë më parë. Lëkura e saj e errët shkëlqente në ndritat e dobëta të zyrës. Syti kishte të thellë dhe të lodhur njëkohësisht, si dikush që kishte parë shumë dhimbje në jetë. Mbante një shami të thjeshtë dhe në dorë kishte dokumente të vjetra, të palosura e të grisura nga përdorimi i shpeshtë. Kur foli, zëri i saj ishte i butë, por i mbushur me frikë. Kam nevojë për ndihmë, tha ajo në italisht të thyer. Jam vetëm, kam fëmijë. Ajo fjalë fëmijë e bëri Arbenin të ngrinte kokën menjëherë. Një histori e rëndë. Gjatë javëve që pasuan, Arbeni filloi ta ndihmonte më shpesh Aishën. E përkthente, e shoqëronte në zyra, e ndihmonte me dokumentet. Me kalimin e kohës, ajo filloi të hapte zemrën. Aisha vinte nga një vend i varfër në Afrikën Perëndimore. Ishte martuar shumë e re, vetëm 16 vjeç. Burri i parë kishte braktisur sapo ajo kishte mbetur shtatzën. I dyti kishte qenë i dhunshëm. I treti ishte zhdukur pa lënë gjurmë. Nga këto marrëdhënie kishin ardhur në jetë 5 fëmijë. 5 jetë të vogla, 5 përgjegjësi të rënda. Nuk kam zgjedhur kështu, i tha një ditë me lot në sy. Vetëm kam mbijetuar. Arbeni e dëgjonte në heshtje. Diçka brenda tij filloi të thyhej. Nuk ishte më thjesht keqardhje. Ishte respekt dhe më pas diçka më shumë. Fillimi i ndjenjave. Ai filloi të aftonte për kafe, gjithmonë në vende publike. Flisnin për jetën, për fëmijët, për frikën e saj se mos i merrnin fëmijët nga shërbimet sociale. Ajo i tregoi fotografi të tyre. Fytyra të vogla, sy të mëdhenj, buzëqeshje të lodhura. Janë gjithçka që kam, tha ajo. Arbeni ndjeu një ndjenjë të fortë përgjegjësie, por edhe një luftë të brendshme. Ai e dinte se familja e tij në Shqipëri nuk do ta pranonte kurrë një grua afrikane. Dhe aq më pak një grua me 5 fëmijë nga burra të tjerë. Por zemra nuk pyet për zakone. Vendimi i parë i rrezikshëm. Një mbrëmje dimri, ndërsa Aisha po largohej nga qendra, Arbeni i tha fjalë që do t'i ndryshonin jetën. Nuk je vetëm më. Ajo e pa e habitur. Çfarë do të thotë kjo? Ai mori frym thellë. Do të ndihmoj. Jo vetëm me dokumente. Me gjithçka. Ajo nuk qau. Thjesht uli kokën. Në atë moment, Arbeni nuk e dinte ende se ky premtim do ta fuste në një stuhi paragjykimesh, konflikti familjar, sakrificash dhe dashurie që pak burra do ta kishin përballuar. 5 fëmijë dhe një burr që nuk ishte babai i tyre. Kur Arbeni i tha Aishës se nuk ishte më vetëm, ai nuk e kishte kuptuar plotësisht peshën e atyre fjalëve. Ai mendonte se do të ndihmonte me letra, me ndonjë blerje ushqimore, ndoshta me ndonjë këshill. Por realiteti erdhi shpejt dhe pa paralajmërim. Një pasdite, Aisha e telefonoi me zë të dridhur. Arben duhet të vish. Tani. Ai e gjeti në apartamentin e vogël ku ajo jetonte me qira në periferi të qytetit. Kur hapi derën, u përball me diçka që nuk do ta harronte kurrë. 5 fëmijë, 5 shikime të ndryshme, 5 histori të pashkruara. 5 jetë që e shikonin si të ishte një i huaj, por edhe një shpresë. Fëmijët. Më i madhi, Musa, ishte 12 vjeç. I heshtur, i kujdesshëm, me sytë gjithmonë të ulur. Ishte bërë burr para kohe. E dyta, Halima, 10 vjeçe, mbante gjithmonë motrën më të vogël në krah. Samir, 8 vjeç, kishte shpirt rebel dhe sy që sfidonin çdo autoritet. Amina, 5 vjeçe, nuk fliste shumë. Ndërsa më i vogli, Jamal, ishte vetëm 2 vjeç dhe qante pa pushim. Apartamenti kishte vetëm 2 dhoma. Dyshemeja ishte e ftohtë. Lodrat ishin të pakta. Ushqimi edhe më pak. Arbeni ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Frikë. Jo frikë nga fëmijët, por frikë nga përgjegjësia. Një realitet i ashpër.
Aisha I tregoi se një punonjëse sociale kishte ardhur atë mëngjes. Kishte bërë pyetje. Kishte shënuar diçka në blok. Thanë se nëse kushtet nuk përmirësohen mund t'i marrin, tha ajo duke u thyer në mes të fjalisë. Arbeni ndjeu stomakun t'i shtrëngohej. Në Shqipëri kishte dëgjuar histori për emigrantë që humbnin fëmijët në sisteme që nuk I kuptonin. Tani ishte përballë asaj frike. Por jo si prind si dikush që nuk ishte asgjë. Por po bëhej gjithçka. Hapi I parë. Pa menduar gjatë, Arbeni nxori portofolin. Do rregullojmë gjithçka, tha ai më shumë për veten se sa për Aishën. Ai pagoi qirane prapambetur, bleu ushqime, rroba për fëmijët dhe një krevat të vogël për Jamalin. Por më e vështira nuk ishte paraja. Ishte prania. Çdo ditë pas punës Arbeni shkonte te ata. Ndihmonte Musën me detyrat, I mësonte Samirit fjalë shqip për qejf. I lexonte Aminës histori para gjumit. Fëmijët filluan të mos e shikonin më si të huaj. Një mbrëmje Jamali I vogël ju afrua dhe I kapi gishtin. Baba! Belbëzoi. Aisha u ngrir. Arbeni nuk foli. Syt I u mbushën me lot. Ai e dinte se nëse e pranonte atë fjalë, nuk kishte më kthim pas. Dyshim. Netëve kur kthehej vetëm në shtëpi, Arbeni mendonte. Çfarë po bëj? A jam gati për 5 fëmijë? A do të më pranoj familja ime? Apo e sakrifikoj jetën time? Telefonatat nga Shqipëria u bën më të shpeshta. Arben, kemi gjetur një vajzë të mirë për ty, I tha nëna. Mos u vono. Ai mbylli telefonin me një ndjenjë faji që I përvëlonte shpirtin. E vërteta që duhej thënë. Një natë, pasi fëmijët ranë në gjumë, Aisha ul përballë tij. Duhet ta dish diçka, tha ajo. Unë nuk mund të ofroj asgjë përveç barrës sime. Arbeni e pa drejtë në sy. Ndonjëherë, bara e dikujt tjetër bëhet qëllimi yt. Në atë moment, lidhja e tyre kaloi një vit të padukshme. Nuk ishte më vetëm ndihmë. Ishte familje në formim. Kur familja shqiptare mori vesh të vërtetën. E vërteta rrallë vjen but. Për Arbenin, ajo erdhi si një goditje drejt për drejt në gjoks, në një mbrëmje të zakonshme. Kur mendonte se kishte gjithçka nën kontroll. Ishte në video telefonat me nënën. Ajo po fliste për fqinjet, për motrën, për një dasmë që po planifikohej në fshat. Arbeni dëgjonte në heshtje, derisa në sfondu dëgjua zëri I një fëmije. Baba, ku e le librin tim? Tha Samiri nga ana tjetër e dhomës. Nëna ngrir. Kush ishte ai? Pyeti me një zë që nuk e njihte më. Arbeni nuk gjeti dot një justifikim. Heshtja zgjati disa sekonda, por për të u duk si minuta të tëra. Jam medik, tha më në fund. Me një grua dhe fëmijët e saj. Nëna u ngrit në këmbë. Çfarë gruaje, more djalë? Ai mori frym thellë. Është afrikane. Telefonata u mbush me zëra. Babai u afrua. Motra u fut në kornizë. Çdo fytyrë ishte një përzierje shoku dhe zemërimi. Je çmendur, shpërtheu babai. A e di çfarë po bën? Turpi I fshatit. Të nesërmen telefoni I Arbenit nuk pushoi. Tezja, daja, kushëring. Lajmi kishte mbërritur në fshat më shpejt se ai vet. Po na nxin faqen, I tha një xhaxha. Një grua e zezë me 5 fëmijë. Tha një tjetër. Kur s'do të na shoh më kush në sy. Arbeni e ndjeu se nuk po flisnin për dashuri apo për lumturinë e tij. Po flisnin për turp, për emër, për atë që do thoshte bota. Ajo ka 5 fëmijë nga burra të ndryshëm, tha nëna me zë që dridhej. Si do të arrisësh ti këtë barr? Nuk janë barr, u përgjigj Arbeni. Janë fëmijë. Një heshtje e ftohtë ra mbi linjë. Atëherë mos na thirr më nën e baba, tha babai. Zgjidh. Kërcënimi I prerjes. Kërcënimi nuk ishte bosh. Babai tha se nëse martohej me Aishën, dera e shtëpisë do t'i mbyllej përgjithmonë. Nuk do të kishte trashëgimi. Nuk do të kishte varr pranë tyre. Nuk do të kishte kthim. Ti nuk je më biri im, tha ai. Arbeni e mbylli telefonin me duar që I dridheshin. Për herë të parë në jetën e tij, ndjeu se po humbte gjithçka që e kishte formuar. E vërteta për Aishën. Kur u kthye te apartamenti I vogël, Aisha e pa menjëherë që diçka nuk shkonte. E din, tha ai. Të gjitha. Ajo uli sy. E dia, tha qetë. Do të humbas për shkakun tim. Jo, tha Arbeni, por mund të humbas familjen time. Lotët I rodhën Aishës pa zë. Fëmijët po flinin në dhomën tjetër, të paditur për stuhin që po vinte. Nëse largohesh tani, tha ajo, do ta kuptoj. Nuk do të urrej.
Arbeni e pa atë grua që kishte mbijetuar luftëra, dhunë, varfëri dhe braktisje. Ai e kuptoi se frika e saj më e madhe nuk ishte vetmia, ishte t'i shkatëronte dikujt tjetër jetën. Zgjedhja. Atë natë Arbeni nuk fjeti. Mendonte për fëmijërinë e tij, për baban që e kishte mësuar të mos dorëzohej kurrë, për nënën që i kishte thënë gjithmonë të ishte burri i drejtë. Po sikur të jesh burri i drejtë pikërisht tani, e pyeti veten. Në agim ai mori vendimin. Do martohem me ty, i tha Aishës. Me gjithçka që vjen me këtë. Ajo u drodh. Edhe nëse humb gjithçka, nëse humbas gjithçka, tha ai, të paktën nuk humbas veten. Martesa e fshehtë dhe nata kur gjithçka u shemb. Martesa nuk erdhi me dasmë, as me muzikë, as me njerëz të afërt. Erdhi në heshtje, në një zyrë të vogël komunale, me mure të zverdhura dhe një orë që tik takonte si paralajmërim. Ishin vetëm 3 persona. Arbeni, Aisha dhe një punonjës e shteti që nuk ngriti syt asnjëherë. A pranoni? Pyeti ajo pa emocion. Po, tha Arbeni me një zë që i dridhej, por jo nga frika. Po, tha Aisha duke shtrënguar duart e tij sikur po mbytej dhe ai ishte i vetmi shpëtim. Me atë firmë, Arbeni nuk fitoi vetëm një grua. Ai fitoi 5 fëmijë, 5 përgjegjësi dhe një luftë të hapur me botën. Lajmi që shpërtheu si bombë. Nuk kaluan as 2 javë dhe lajmi doli. Një kushëri e kishte parë emrin e tij në dokumente. Një tjetër kishte parë një foto rastësisht në rrjete sociale. Në fshat, emri Arbenit u kthye në temë bisede në çdo kafene. U martua me të zezën. Me 5 fëmijë. E ka humbur mendjen. Nëna nuk e telefonoi më. Babai dërgoi vetëm një mesazh të thatë. Mos u shfaq më kurrë këtu. Arbeni e lexoi dhe e fshiu. Nuk kishte më ku të kthehej. Përplasja me autoritetet. Një mëngjes, ndërsa Arbeni po përgatitej për punë, dikush trokiti fort në derë. 2 punonjës social dhe një police. Kemi ardhur për një kontroll, thanë. Aisha u zbardh në fytyrë. Fëmijët u fshehën pas saj. Apartamenti ishte më i rregullt tani, kishte ushqim, kishte rroba. Por frika nuk largohet me bukë. Punonjësja sociale pa dokumentet. Ju nuk jeni babai biologjik, i tha Arbenit. Jam burri i nënës, u përgjigj ai. Ajo ngriti vetullën. Kjo nuk mjafton gjithmonë. Ato fjalë u ngulën në mendjen e tij si thik. Atë mbrëmje, pas gjithë stresit, Aisha ishte raskapitur. Arbeni kishte shkuar të blinte ushqime. Kur u kthye, dera ishte hapur. Aisha, thirri. Asnjë përgjigje. Fëmijët ishin brenda. 4 prej tyre. Samiri mungonte. Amina po qante papushim. Musa dridhej. Ku është Samiri? Bërtiti Arbeni. Musa mezi foli. Doli tha se nuk donte të na ndanin. Gjaku i Arbenit u ngrir. Samiri, 8 vjeç, i friksuar, i bindur se po i vinin t'i merrnin. Paniku. Ata e kërkuan në rrugë, në park, në stacion autobusi. Ora kalonte. Nata binte. Aisha po çmendej nga frika. Është faji im, përsëriste. Gjithmonë është faji im. Arbeni telefonoi policin. Çdo minutë ishte tortur. Pas 3 orësh një telefonat. E kemi gjetur djalin, tha një zë. Është në komisariat. Samiri ishte gjetur duke qarë pra një ure, me një qese plastike në dorë dhe një letër të palosur. Letra ishte për nënën. Nëse i kun, ndoshta nuk do t'ju marrin të gjithëve. Arbeni e mbajti fort djalin në krah. Për herë të parë, ai e kuptoi plotësisht se çfarë plagësh mbartin fëmijët që rriten në frikë. Një betim i heshtur. Atë natë, Arbeni nuk foli shumë. Vetëm i uli të gjithë fëmijët rreth tryezës. Askush nuk po ju merr, tha ai. Sa të jem unë gjallë. Samiri e pa drejte në sy. Ai e vërtet babai ynë. Arbeni u ul në gjunjë. Nuk ju kam bërë, tha. Por ju zgjodha. Fëmijët u afruan një nga një. Aisha qau në heshtje. Jo nga dhimbja këtë herë, nga mirënjohja. Betejë për fëmijët dhe sfidat e jetës së re. Pas incidentit me Samirin, Arbeni kuptoi se jeta me Aishën dhe fëmijët nuk ishte thjesht një çështje ndjenjash. Ishte një betejë për mbijetesë, një luftë për të mbrojtur atë që kishte vendosur të quante familje. Betejë ligjore. Punonjësit social kishin bërë një raport. Ata argumentonin se Arbeni nuk kishte përvojë të mjaftueshme për të rritur 5 fëmijë të ndryshëm nga biologjia e tij. Kishte nevojë për vlerësim, teste, dokumente të pafund. Arbeni nuk u dorëzua.
Ai mori një avokat, hapi dosje, solli dëshmi nga shokët, kolegët, fqinjët. Për çdo dokument që kërkohej, ai kishte një përgjigje. Pagesa për shkollat, sigurimi i shëndetit, blerja e rrobave, furnizimi me ushqim. Ai u bë mbrojtësi i pakushtëzuar i familjes së tij të zgjedhur. Gjykata kishte takime të shumta. Aisha qëndronte pranë tij në çdo seancë, e thyer shpirtërisht, por e fortë në dukje. Nëse humbasim këtë betejë, i tha një natë, do të humbasim gjithçka. Arbeni e mori fjalën e saj si betim personal. Nuk kishte kthim prapa. Varfëria dhe sakrificat. Jetesa ishte gjithnjë më e vështirë. Të ardhurat e Arbenit nuk mjaftonin për të mbuluar qiran, ushqimin, rrobat, shkollat dhe nevojat shëndetësore. Ai punonte nga mëngjesi deri në darkë, shpesh 2 punë njëkohësisht. Aisha ndihmonte sa mundej, por gjendja e saj fizike nuk e lejonte të punonte më shumë se disa orë. Fëmijët në moshë të vogël tashmë kishin filluar të ndihmonin në mënyra të vogla. Musa i madh ndihmonte me detyrat, Samiri mban vëllain e vogël, Halima i ndihmonte motra. Arbeni shikonte shpesh dhomën ku fëmijët flinin të gjithë së bashku dhe mendonte për ëndrat e tij të rinis. Tani çdo ëndër kishte një çmim të madh, gjithçka për familjen. Sëmundja e papritur. Një mëngjes dimri, Aisha u rrëzua nga dhimbjet e forta në bark. Në spital diagnoza ishte shokuese. Infeksioni i rënd që kërkonte ndërhyrje të menjëhershme. Arbeni e shoqëroi me ankth dhe frikë. Ai nuk mund të mendonte jetën pa të. Do të shërohet, i tha vetes përsëri dhe përsëri, por frika nuk largohej. Fëmijët qëndronin jashtë, të shqetësuar, të mbajtur fort nga njëri tjetri. Musa nuk fliste shumë, por lotët e tij tregonin tmerrin që ndjente. Një kthes e papritur. Pas një jave në spital, Aisha filloi të shërohej. Mjekët ishin të habitur nga rezistenca e trupit të saj, por ajo ditë solli një tjetër lajm të pazakont. Një fqin që kishte parë histori të tyre në rrjetet sociale i ofroi ndihmë. Një punë dhe një stret të përkohshme më të gjerë. Kjo hapte një shteg për jetën e tyre, një dritë shprese që nuk e kishin parë prej kohësh. Arbeni kuptoi diçka. Jeta me Aishën nuk ishte vetëm betejë, ishte një mision. Dhe ai ishte gati të bëhej gjithçka që familja e tij të mbjetonte dhe të gëzonte. Kur dashuria triumfon mbi paragjykimet. Pas muajve të vështirë, betejë ligjore, sëmundja e Aishës dhe përpjekjet për të siguruar një jetesë të mirë për 5 fëmijët. Arbeni dhe Aisha filluan të shohin frytet e sakrificës së tyre. Çdo sfidë kishte mësuar diçka të rëndësishme. Se dashuria nuk matet me gjak, por me përkushtim dhe mbështetje të pakushtëzuar. Pranimi i fshatit. Ngadalë, disa fqinj filluan të kuptonin se Arbeni nuk ishte thjesht një djalë i humbur që u martua me një grua afrikane. Ai po përpiqej me çdo mundësi për të mbrojtur fëmijët, për t'i ushqyer, për t'i veshur, për t'u dhënë shkollë dhe siguri. Shumë prej tyre filluan të ndihmonin. Dikush solli rroba, dikush ushqime, dikush i dha fëmijëve lodra dhe libra. Lajmi se Arbeni ishte burr përgjegjës, i qëndrueshëm dhe i dashur u përhap. Shumë nga ata që fillimisht e gjykuan, filluan të respektonin vendimin dhe sakrificën e tij. Ai po bën atë që shumë të tjerë nuk do ta bënin, tha një nga gratë e fshatit duke buzëqeshur. Ai është burri i vërtet. Lidhja e fortë me fëmijët. Fëmijët që fillimisht e kishin parë Arbenin si të huaj, tashmë konsideronin babain e tyre të zgjedhur. Musa kishte filluar të fliste hapur për ndjenjat e tij. Samiri i vogël më nuk largohej nga krahu i tij. Halima ndihmonte të gjithë me qejf, ndërsa Amina dhe Jamali ndjeheshin të sigurt në përqafimet e tij. Baba, i tha një ditë Musa, ti nuk na ke lindur, por na ke zgjedhur. Kjo do të thotë gjithçka. Arbeni qeshi me lot në sy. Ky ishte momenti kur kuptoi se dashuria e vërtet nuk njeh pengesa. Momente të vogla lumturie. Me kalimin e kohës, Arbeni dhe Aisha filluan të krijojnë tradita të vogla që i bashkonin. Mëngjeset e së dielës së të gjithë së bashku, lexime para gjumit, ndarje të ëmbëlsirave dhe lojëra në oborrin e vogël të pallatit. Çdo gjë ishte e thjeshtë, por e ndërtuar me dashuri dhe kujdes. Fshati që dikur kishte gjykuar, tashmë i shikonte me respekt. Njerëzit filluan të kuptonin se një familje nuk ka nevojë të jetë tradicionale për të qenë fort dhe e lumtur. Reflektimi i Arbenit. Një natë kur fëmijët flinin të gjithë së bashku, Arbeni u ul pranë Aishës. Ai e pa atë grua që kishte kaluar luftëra të shumta dhe që kishte mbjetuar për 5 fëmijë. Zemra e tij ishte plot mirënjohje. Të falenderoj, i tha, për gjithçka, për fëmijët, për durimin, për çdo moment që nuk u dorëzove. Aisha buzëqeshi duke mbajtur dorën e tij. Jo, Arben,
Falenderimi është i përbashkët. Tani kemi gjithçka që kemi dashur, një familje. Mesazhi i fundit. Historia e Arbenit dhe Aishës nuk është thjesht një tregim dashurie. Është një provë se dashuria dhe përkushtimi mund të kapërcejnë çdo paragjykim, çdo pengesë dhe çdo sfidë. Një burr i zakonshëm dhe një grua me 5 fëmijë, nga 2 botë të ndryshme, treguan se me guxim dhe sakrificë mund të ndërtohet një familje e vërtetë. Fëmijët qeshnin pranë tyre, shtëpia ishte e ngrohtë dhe zemrat e tyre ishin të lidhura përjetësisht. Ata kishin fituar diçka që askush nuk mund t'u merrte: dashurinë dhe njëri tjetrin.